Ligji i Perëndis përmbyllet te dashuria dhe dashuria e vërtet është të duash Zotin Perëndin tënd, thotë shkrim, dhe i dyti thotë urdhërimi i dytë është ta duash dhe tjetrin si veten tënde. Pra kjo formon kryqin me Zotin dhe me tjetrin si veten. Çdo i krishterë duhet të ketë të konsoliduar marrëdhënien vertikale të parën me Zotin. Nëse ke të konsoliduar këtë marrëdhënie, atëherë do kesh konsoliduar dhe marrëdhënien me njerëzit, sikurse edhe me veten tënde. Kjo është ajo etja për Zotin. Nëse ke këtë etje, që do që Zoti të vinë në zemrën tënde dhe të t'japi drejtimin e jetës tënde, në paqe, dashuri dhe në të vërtetë, siç është ai vetë, atëherë merr të hap, pendohu dhe kërkoj Zotit të drejtojë në lutje, në përgjërime, në falënderime. Pra pendesa të çon te besimi i vërtet, sepse sjell rilindjen. Dhe kjo është vetëm përmes teje dhe Zotit, nuk e bën dot njëri tjetër për ty.